Mirëmbrëma të dashur shikues të emisionit prive, mirë se po takohemi sërish bashk pas një jave. Mbrëmjen e sotme do ta karakterizojnë materiale nga më të vëllëlojshmet, mes tjerash do t'i kemi dhe dy darsma të dy fytyrave tona publike. E nisim me darsmën e Albatrit Muqiqit, i cili dha fund beqarisë me datën 11 nëntor. Në vazhdim do të keni më shumë detaje se kush ishte i pranishëm në darsëm, çfarë i sollën atij, kush këndoi dhe çfarë atmosfere mbretroi. Materiali nga Vlorian Halili vjen për ju në vazhdim. Ishte pikërisht dasma e djalit të këngëtares Shyrete Behluli, kur prive informoi për datën e dasmës së këngëtarit Albatrit Muqiqi. Edhe pse çifti tentoi të mbajë të fshehtë e larg syrit mediatik, kjo ishte pothuajse pamundur. Shumë kush mund të pyes pse pikërisht muaji nëntor u pa i përshtatshëm për dasmën e çiftit. Ka shumë arsye. Mes tjerash, Albatriti dhe Egzona pas disa muajsh po bëhen prindër. Të premte mbrëma në një nga hotelet më luksoze në periferi të kryeqytetit po bëheshin përgatitjet të fundit lidhur me dasmën e çiftit. Në hyrje koktej për pritjen e musafirëve, tabela e bardhë informuese për të ftuarit lidhur me vendet ku do jenë të ulur, tavolina me librin e përshtypjeve dhe gjithçka gati. Brenda në sallë po shkëlqejnë në formën më të mirë tavolinat e bardha, lulet me qirenj e dritë të butë mbi to po shtonin elegancën. Teksa në pjata ishte vendosur menyja e ushqimit që do të shoqëronte të pranishmet. Muret e larta ishin rrethuar me perde të bardha, menjëherë përballë tavolinës së çiftit ishte muzika, ku për të pranishmet do të këndonte Afri Muqiqi me yjet. Grand dekor, me të vërtet kishte bërë diçka të paparë. Kjo sallë ishte përgatitur për të pritur afro 500 mysafirë, të cilët vetë se kishin filluar të venen. E në kutinë e bardhë të lënin zarfat. Tashmë kjo një traditë për të kryer obligimin e dhuratave për të sapo martuarit. Në ftesat e përgatitura, të cilat ishin të gjitha pundore, shkruante edhe rrjedhoja e dasmës, ora e pyritjes së mysafirëve, hyrja e çiftit, servimi i tortës e kështu me radhë. Por jo të gjithë respektuan orarin, aq më pak e kuptuan pjesën e koktejit. Sidoqoftë, gjithçka po ecte mirë dhe në formën më të kënaqshme përkundër stresit familjarëve. Ora po shënonte 20:10 minuta kur edhe nisi gjithçka brenda në sallë. Mysafirët u rahatuan, e i zoti i shtëpisë ka mikrofonin për të uruar mirëseardhjen të ftuarve. Që t'ju falenderoj shumë që sonte keni ardhur, keni gjithë punë. Atmosfera ishte në kulminacion dhe Afrimi ja u ndali në gjysmë kënaqësinë, jo pa arsye. Çifti në sallë para të ftuarve po vente. Egzon, kallzam, qysh po nihesh? Unë kam shumë emocione. Tregoj edhe ndërkohë. Uli po nihet shumë nxixa, në mjen gjallje faleminderit. Albatriti me smokingu në ngjyrë Leila, e nusja me fustan klasik të nusërisë, e punuar deri në detajin më të fundit nga kreatora Lumje Krasniqi po shkëlqente në sallë. Urime, prejtëni është mas pare për prindin, për nisretin, inshallah kanë fat, të rashikohen, i bëhet hise madhe në çdo të mirë në familje. Falë zoti shpik. Zoti i shtëpisë i uron çdo të mirë çiftit të ri, edhe familjes, edhe të Albatritit, edhe të Egzonës. Inshallah kalojnë mas mirë ti një çush kanë qef ata, se çush u del aty në mirë, edhe këty në del mirë mandej. Çifti i ri jetë gjatë u trashëgofshit, dysetit e meritës, inshallah i mushet shtëpia plot me kalamaj, urime zuar. Albatritit edhe Egzonës, meritës edhe Nusretit, uroj të kanë lëmtoni jetë lumtur me nusën edhe me djalin ma mirë s'ka. Unë thash se erdha Nusreti, thash urime e meritës, thash për aq që e bo vjerë. Kështu që unë e mbo pak para tëmve, kështu që i presin ditë edhe kanë me pas çast. Besoj që nuk kanë ndjenjë më të mirë për prindrit se me prit dasmën e djalit tyre. Kështu që shpresoj që edhe patri kena me prit dasmën e djemve tonë. Sigurisht është një emocion shumë i mirë. Meritës edhe Nusretit, urime, inshallah nuk ja bajnë gajlen djalit.
Qiftit bashkëtor çka tjetër veç u trashëgofshin, e inshallah këtë mirat njeti përjetojnë. Lumë ata që po martohen. Ju uroj nga zemra, mas pari shëndet, jetë gjatë lumtur edhe të mirë, që ashtu që janë dy të mirë. Edhe e di që po martohet me një familje shumë të mirë. Ju uroj nga zemra, trashëgohen, paqen jetë lumtur dhe gjithë mirat njetë. Gjithat mirat njetë, qysh janë vetë mirë, edhe inshallah ju shkon jeta sa më ëmbël. Inshallah kanë urim edhe fat, më trashëgojnë një familje të madhe, qysh është edhe Nusreti. Për çiftin, inshallah i kanë krejt më të mirat, çka kërkojnë për jetës përbashkët. Normalisht martesa nuk ka veç lule, po ka njëherë edhe gjëmba. Po uroj që ata mi të i kalu krejt këqijat edhe me qenë gjithmonë bashkë. Hop, hop, ti mamica, më shmën me ato. Prindërit dhe motrat e Albatritit, sa po kënaqeshin, aq me stres po e kalonin mbrëmja. Kishin njerëz të rëndësishëm brenda ndajës së tyre. Po më intereson ndjenja jote me martu djalin pa emocion. Falni. Këtu ka rënë, falni. Aturdo. Emocione kam shumë, besom, nuk e kom ditë as vetë që është kaq emocioni fort. Martosh djalin me nusën, veç mirë po, mirë dhe i tash. Eksona po do kështë shumë mirë, edhe po thonë që nusë e mirë, nuk e di ata e din te. Shumë e mirë, është nusë shumë e mirë. Jo që po e them, unë karshi televizionit apo diçka tjetër. Është po një memi interesant djeni mirë. Unë s'po foli kur që faleminderit, më ndjen shumë e mirë, u kënaqem. Edhe po ndjena mirë, për shkak se më keni nderu të gjithë, edhe mirë se keni ardhur edhe një. Shumë ndjenje pa përshkrueshme, është shumë mirë. Po ndjemi shumë mirë, normal si ty motrat na, çka bën motra për vllon. E ka moljen. Po, ashtu është. Shumë është ndjenje mirë, si sta të vijona e pa përshkrueshme, emocionuar, lumturi, gjithmonë. Zarfi famshëm sa po mbante të holla brenda. Shansë ka. Kur vim të ti, po të premtoj që publikisht kena me thonë sa kena me t'i lanë zarf, më statë mirë. Okej, është personale, është një zarf. Sa janë zarf? Personale. Jo, do t'jetë një fshetësi. Vëtume dhe na, i nëzërëm hargjime tona. Gili, Shyhreti, Teuta, Lori, Ylka e shumë të tjerë po hendin valle, e s'po mund të ndalishin duke vallëzuar. Pak me atë, pak me këtë, deri momentin ku shoqëria e qiftit po ju bënte spektakël para tavolinës. Po më intereson që shkeqa e vallëzimi jot me vjehrën. Shumë e mirë. Drejtërues. Unë e kom një informat, veç që më vyrë me më vërtetu Albatriti me Exonën bashkë, që këta dy po bohen prend. Edhe sa është e vërtet ajo mund më kallëzu Exona, pa e këshirë Albatritin që mi jam hu ose mi jam po hu. Do presim që nëve si shka t'ju kallëzoj, se... Albatrit, le që i këllë të mojtë. Dorë të zotit. Tregova, do presim kismet. Apo, a është e vërtet që është atë zonë? E vërtet do t'jetë, pas e të tre mujët kallëzoj. Do t'jetë, ajo ka më marrë vesh që s'qyshtet. Pa. Unë e ka marrë vesh që po më vinë me ditë sa jeni të lumtur që po poni prend. Unë e tregova edhe njerë, kjo është punë e Zotit mas pari, inshallah, do në Zotit që t'na begatë neve si familje, me një fëmijë, por as nuk pritet së shpejti, do t'jetë pas një kohë që t'na merë vesh ti shumë shpejt, unë ty t'këm shumë jaran, t'këm shumë shok, prapë se prapë t'u sti kur gjë, po me kismet do t'vinë edhe. Qifti sa përmartuar me shumë urime nga të pranishmet po kalon të natën më të rëndësishme të tyre. Kjo atmosferë zgjati deri në orën 2 pas mesnate dhe momenti i tortës po mbyllte këtë dasëm që mund themi lirshëm, ishte dasma vitit sa i përket ftyrave publike. Urimet më të mira.